Mbante armë dhe eksploziv, arrestohet 57 vjeçari në Vlorë. Dyshohet se i shërbente një grupi kriminal. Një 57 vjeçar në Vlorë është arrestuar nga policia pasi gjatë kontrollit ushtruar pranë banesës së tij u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3 armë zjarri të fshehura në një çantë, një sasi lëndë eksplozive plastike e ndarë në 10 kallope gati për përdorim. Dyshohet se armët dhe lënda eksplozive plastike mbaheshin të fshehura nga 57 vjeçari për llogari të grupeve kriminale me qëllim përdorimin në aktivitete të palishme. Njoftimi i policisë finalizohet nga sektori për hetimin e krimeve të rënda dhe seksioni për mbështetjen operacionale të timit në DVP Vlorë, operacioni policor i koduar eksplozion. Fal inteligjencës policore dhe ndërhyrjes operacionale, bëhet e mundur sekuestrimi i 3 armëve zjarri dhe një sasi e lënde eksplozive plastike të ndarë në 10 kallope. Vihet në pranga një 57 vjeçar i cili posedonte dhe mbante të fshehura armët dhe eksplozivin, dyshohet për llogari të grupeve kriminale. Bazuar në të dhënat e siguruara nga inteligjenca policore, shërbimet e specializuara të DVP Vlorë organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar eksplozion, duke goditur një rast armbajtjes pa leje dhe posedimit të lëndëve eksplozive. Gjatë operacionit në fshatin Gorish Selenic, lagja Rexhepa ju arrestuan flagrant shtetësi XS, 57 vjeç banues në këtë zonë. Gjatë kontrollit ushtruar pranë banesës së tij, u gjetën dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 3 armë zjarri të fshehura në një çantë, një sasi lëndë eksplozive plastike ndarë në 10 kallop gati për përdorim. Nga hetimet rezulton se këto armë dhe lëndë eksplozive plastike dyshohet se mbaheshin të fshehura nga 57 vjeçari për llogari të grupeve kriminale me qëllim përdorimin në aktivitete të palishme. Në drejtimin e prokurorisë vijnë hetimet për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.